Tashi ja ku erdhe këtu me profesorin e gocave. Normalisht kena pas një eksperiencë jashtëzakonshme në tregun shqiptar. Për shqiptarja kena lujt fen, kena pas deri në 2 raporte që kena pas me goca. Kur thot po, është jo. Kur thot jo, është po. Kur të don, nuk të don. Kur të largon, don afër. Kështu që doj, kajherë është e pakuptueshme edhe pjesa e femrave. Dhe ne duhet kemi parasysh disa gjëra. Sjellja. Ne duhet me ditë mu sjell me një vajzë, apo? Ne duhet tregoj gocat me respekt. Bravo qoftë. Tash sjellja në jetë nuk dash se do na ndris vetëm sjellja. Duhet të jetë ndaj dhëra, duhet të jetë edhe kështu, se gjatë jetës do njohësh edhe goca materialiste, do njohësh edhe Amartenisa? Jo, doj, nuk e dim akoma sepse është e vogël, shpresojmë që jo. Kesa beba, për ju nuk naha, alla shkëllën, e zrëndesh ha. Kesa beba, blisi bam bam, fjongo vogël ros, dim vesh me popos. Kur ajo do uj, unë do jap uj, thuje. Dhe jam është gotën me uj, Unë do t'jap lulet. do t'jep lula, Unë do t'i hap karriken. unë do t'i hap kariken, Unë do t'a dua. unë do t'a dua, Unë nuk do paguaj. Jo. Unë do paguaj. unë do paguaj. Ti do pagush. Ku I ke lek? A e kam për babi. Tash do kalojmë te kapitulli Jo, mos u shif, zene SSP. I e gati të vazhdojmë. Okej, tani, siç të thash unë, princi do sillet shumë keq sepse Alti do ta mësoj që të sillet shumë keq, se nuk di Alti të mësoj ndryshe. Tani, Po Ali, është shumë I gjatë e nuk thonë. po, nuk mëson. Tani, ti do bësh çfarë të them unë kur shkoj te takimi, okay? Kur të vi princi, dhe ti të ulesh dhe ai të mos ta rregulloj karrigen, ti do t'i thuash: "Princ, çau, më rregullo karrigen sepse unë jam një princesh." Princ, qo se të ule unë aty se unë jam princesha. Bravo. Princi nuk do ta shtije ty ujin te gota se Aldi nuk merr vesh, se sa ka mësuar këtë, okay? Tani Do t'i them, princ, ma mosh gotën. se unë jam Princesha. bravo. Ka probabilitet shumë të vogël që Aldi mund t'i ketë mësuar princit të të bëj komplimenta, se ndonjëherë e thot ai në laftë mirë, s'është aq keq, okay? Tani, kur princi do të thot Amal, sa bukur që ke veshur, sa e mirë që ke bërë sot, ti do t'i thuash: "E di, diva jam, diva. Unë jam princi. Amal, sa e bukur që ke bërë sot." E di se unë jam diva. Bravo. Jam shumë krenare për ty. O zot qa fëmije për përgatis. Princi, para se mu taku me një gotë gjithmonë duhet muqe. A shef si a qef doja se ka me taku Kristallin? Po. A duhet muqe edhe ti? Po, Po pse ke fjok si shkurre? nuk di gja. Nuk di gja. Duhet me qenë qethje fresh. Përshëndetje princa, si jeti? Mirë, Do qethe me qik? po. Hajde. Regji Berber, princi ka një mision veçantë se ka për taku. ka princa? Ka për taku Amelin. Do qethe me shumë bukur sot. Amalin. Amalin. Ua, ja nga trova emrin. Sa jo Kristall jashtë e poshtë ajo. Varë që atë e mësua ajo. Inshallah atë e mësu ketë se për të zezë vetë. Sepse ne kena vendosë se sot të jemi quna të mirë, quna të urtë, të jemi një pojë madhe, të dim t'i trajtojmë vajzat, t'i bëjmë për vete cilën mirë. A kupton se çfarë tu kalua jo që me dalin me ty në takim, a I te kuptu? He? Tu të zangjumi, do me mëllë ty që ta shikosh në andrë, bravo, kështu vazhdo. Sepse është andrë, e gjitha jo gja është një gja hynore me taku një vajzë, a kupton princi, a jetë më kuptu? Kështu du të me qenë, pra, që ti je shumë I lumtur që të dalë që ajo vajzë po ta jep mundësinë ty. A mirë, dhe ajo do të jetoni të lumtur për gjithmonë. A mirë. Unë do flej gjumë, burri do bëj mëngjesin gati. Unë do flequn, po burri do bëj gjesin gati. Bravo. Qa do dojë ti që të bënte burri gati, kur të martohesh ti? Do dua që të pusem. Do që të puthesh? Kumi? Te faqa. Na te faqja, na trëmbe. Tashi u qethem. Do lami, po që na mungojnë tjetër që do t'i japim Amalit? Lule! Dhe do t'i mbledhim lulet bashk. Amal do t'i pëlqej shumë, edhe pse ato rashine prap nuk na lën. Hajde këtu. Kape këtu. Shifë sa të bukra. Laga. Amal, ti duhet të kuptosh që është shumë e rëndësishme që të kujdesemi për veten, të jemi gjithmonë të kuruara dhe të bukura.
Kotorim si princesh. Si princesha. Thënë që kur kalojnë në rrugë, të gjithë çunat të kthejnë kokën. Kupton? Po. Po. Po në të peng kështu. Po. Tani, ata nuk e kuptojnë asnjëherë sepse ne vonohemi kur shkojmë në date. Nuk e kuptojnë ata se ata maksimumi një të qethur bëjnë. Kupton? Po një të qedhur e vonohen. Po, edhe vonohen. Kur ata s'ta kuptojnë asnjëherë, ne nuk na kuptojnë që ne do bëjmë maska, do lyejmë thonjë, do bëjmë make-upin, do bëjmë skincare. Çunat s'na kuptojnë fare ne. S'na kuptojnë se janë dera. Qa janë? Dera. Dera? O, zot gosët e po manualit do jenë shumë krenare për punën. Po, çunat janë dera. Shi qa bëjmë ne o Amal, gjithë të sakrificë, gjithë këtë lodhje, dhe ata mundësisht përveç se vinë me tuta në takim, po vinë edhe duar bosh, nuk sjellin një lule, më një lule ta këpusin to, këta sjellin se me ble, jo, nuk e sjellin. Ne këta që jemi të bërë bukura. Po, Ne jemi qenë superiori. po, që një Ku do të heqim ne? Ja tani, si shte edhe ti, ne jemi që një superiore. Ata s'na kuptojnë. Po. Theti, e the fix janë dera. Çunat janë problemi i vetëm. Ku na gacmojnë e i persektojnë. Qa i bëjmë? I persektojnë. I persekutojnë? Po. Kur na ngacmojnë, ne i persekutojnë. Tani thuj edhe një herë. Goca kanë gjithmonë të drejtë, çunat janë problemi. Kështë ka gjermanisht me? Beidem schnurrte wetter wollen wensen i ziegen auf die wedien din der Bergensteigen. E kupton? Pra thot, tregon historinë e një drenushi dhe një drenushe që ranë dashuri me njëri tjetrin. Ata bëjnë një beb të vogël. E di ti si bëjnë bebat? E di ti, jo si bëhen. Kush i bën bebat? Kush i sjell bebat? Toti sjell kalamaj që janë si prindër. Kafshët i sjell që ka piku. Hajde shohim një film romantik. Si Supozohet. supozohet jetë me vërtet romanca dhe jo si që ka mësuar Aldi Prince. Pani kështu flokë, pani kështu. Edhe pak, ma bravo. Princi është gati për një day. Shife gjaqin, shife. Princi është gati për një day. Bravo. Je i bukur, shife të përshë, je i bukur. Bravo. Amal! Qonë së shura 6:10, do të bëjmë i gati. Hajde, Që cili shumë vani, më shumë vonë. Që do vishje? Arma fre, që do vishi? O, a të vishje këto?